Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë në një temë që në fakt ka ngritur një debat mediatik. Shqipe Hysenaj, një nga personazhet e Big Brother VIP Kosova dhe ish konkurente përputhen në një intervistë me Ronaldo Sharkën në Top Albania Radio, kanë ngritur një zë të lartë duke folur për ikonën e muzikës shqiptare. Shqipe Hysenaj brënda kësaj interviste tha që parashjevi Simaku ka mbetur në rrugë sepse ju ka marrur burrat grave të tjera. Një akuzë e rëndë që erdhi nga Shqipja në kuadër të thashethemit. Kjo gjë bëri që Eltoni Liriani, personazhi i cili vuri dorë për të ndihmuar parashjevi Simaku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njëkohësisht edhe mikja e tij, zonja Elvira Tata, kanë reaguar menjëherë në Instagramin e tyre duke shprehur shqetësimin dhe duke e bërë të ditur që rasti do të denoncohet dhe do të paditet në gjykat për faktin që Shqipja ka shpifur ndaj zonjës Simaku. Shqipe Hysenaj pati një reagim më pas në Instagramin e saj duke thënë që unë e thash në kuadër të thashethemeve që të soni shpirtin, mos i merrni gjërat kaq për zemër, por kjo gjë nuk është që e ka qetësuar dhe e ka lehtësuar shpirtin e Eltoni Lirianit, duke parë Eltoni apo ndoshta duke ndjerë që personazhet vazhdojnë akoma të provokojnë për mënyrat e tyre për zonjën e madhe parashjevi Simaku. Unë dua të them me zë që zonja Simaku është një personazh i cili gjithmonë ka qenë e vlefshme, gjithmonë ka qenë artiste me plot kuptimin e fjalës dhe në asnjë mënyrë nuk duhet komentuar në këtë formë. Një deklaratë e fortë në një emision radiofonik dhe një thashethemi vjetër që sot po kthehet në një betejë ligjore ndërkombëtare. Kjo është historia e nxehtë që ka shpërthyer mes Shqipe Hysenajt dhe biznesmenit shqiptaro-amerikan Eltoni Liriani, me emrin e këngëtares së njohur parashjevi Simakut në qendër. Në një intervistë për Top Albania Radio, Shqipe Hysenaj përsëriti një thashethem të hershëm duke deklaruar se Simaku prishte familje duke ju marrë burrat grave të tjera. Një fjali e thënë me ton të drejtë për drejtë, por që ndezi një zjarr shumë të madh. Eltoni Liriani, biznesmeni që prej kohësh ka qëndruar pranë këngëtares, reagoi ashpër, ai zbuloi se ka hedhur hapin e parë drejt gjykatës, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një prononcim për mediat, Liriani tregoi se advokati i tij amerikan i ka nisur tashmë një email zyrtar Shqipe Hysenajt, duke i kërkuar publikisht të ndryshojë qëndrimin, të kërkoj falje dhe të ndaloj menjëherë deklaratat. Por kjo nuk është e gjitha. Advokati i tij ka paralajmëruar një kërkesë drastike që Shqipe Hysenajt i ndalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Arsyeja, sipas tyre, thashethemet dhe shpifjet ndëmtojnë qytetarët amerikan, mes tyre është edhe vetë këngëtarja që jeton atje, zonja Simaku. Do me thënë, Eltoni Liriani këtë gjën nuk e la vetëm në fjalë. Ndoshta është ky acari që është krijuar më tek Eltoni, sepse për parashjevi Simakun fatkeqësisht kanë folur shumë, kanë dhënë shumë mendimet e tyre. Mendimet e tyre i kanë treguar si të vërteta, edhe nëse nuk kanë qenë të vërteta, dhe siç duket kjo kupa e mbushur me ujë më që nuk mbante, duke shpifur, duke folur keq për të, duke intriguar imazhin e saj, duke denigruar në fakt vlerën e një artisteje siç është parashjevi Simaku, Eltoni Liriani këtë herë po vepron. Eltoni këtë gjë ka paralajmëruar që në kohën kur përfliteshte zëri më i lartë për parashjevin dhe ka thënë që kujdes se çfarë flisni, se unë një ditë do ta denoncoj rastin, unë një ditë do t'ju padis, unë një ditë do t'ju shoj në gjykat, por këtë gjë sikur shqiptarët nuk e besonin. Dhe në rastin me Shqipe Hysenaj që Eltoni u revoltua shumë, më pas edhe me qëndrimin e Shqipes që Shqipja e mori si një gjë shumë të mirëqënë, si një gjë shumë të thjeshtë, kjo gjë e bëri Eltonin që të aktivizon advokatin e tij amerikan, që Shqipes do me thënë t'i dërgohet një email, dhe nga ky email Shqipja të bën këto reagime që akoma këto reagime nuk kanë ardhur në medien shqiptare. Domethënë nuk e dim që Shqipja ka dalur te Topi apo ka dalur në Instagramin e saj për të kërkuar një falje ose për ta treguar këtë gjë, domethënë dhe thjesht të ketë një bisedë komunikim me zonjën Simaku për t'i kërkuar një falje, sepse realisht është një akuzë shumë e rëndë.
Në këtë betejë ligjore akuzat nuk janë të vogla, thot advokati, bëhet fjalë për dëmtim të imazhit. Dëmtim psikologjik, normalisht që është dëmtim psikologjik, sepse unë e kam thënë dhe më duhet ta them publikisht sepse unë e njoh dhe Ilirianin, Eltonin, zotin Elton, po dhe zonjën Parashqevi. Do me thënë, zonja Parashqevi nuk është në ditët e saj më të lumtura, sepse ajo ka rëndes shpirtërore, ka hallet e saj në jetën e saj, ka hallin me djalin e saj dhe ajo ka nevojë për dashurinë tonë, nuk ka nevojë për thashe theme dhe për fjalë të këtilla që në fakt shkatërrojnë shpirtin e saj. Dhe madje edhe dëmtimin familjar që ka bërë tek familja Simaku, për shembull ka patur reagime nga Ani në Instagramin e tij, nga Nipi Parashqivis, në këtë rast djali i vllaut të Parashqivis, i cili ka reaguar ashpër kundërdrejt Shqipe Hysenajt për këtë fjalë të thënë dhe ndihet krenar me hallën e tij. Kemi reagim dhe nga Ina Mbesa e zonjës Parashqivi, domethënë reagimet kanë qenë të shumta. Çështja pritet të ndiqet paralelisht si në Amerikë ashtu edhe në Shqipëri. Iliriani ka paralajmëruar se do të vi vetë për të takuar advokatët dhe për të takuar me drejtuesit e Top Albania Radio, duke i kërkuar që të distancohen nga transmetimi i intervistës. Do me thënë, Eltoni këtë gjë ka bërë dhe pse në fakt vazhdojnë intervistat akoma. Për shembull, Ronaldo ditën e djeshme kishte ftuar një parashikuese, Fati, e cila parashikonte se si do të jetë gjendja e Shqipes në gjykat dhe çfarë dëmtimi do të merr Shqipja. Do me thënë që i bie sikur vazhdohet akoma kjo gjëja. Nga ana tjetër, Shqipe Hysenaj nuk ka qëndruar në eshtje, ajo ka reaguar menjëherë duke thënë se deri tani nuk i ka ardhur asnjë njoftim ligjor, madje ajo e sfidon advokatin amerikan duke i kërkuar të shohë edhe një herë emisionin dhe të mos i zmadhojnë gjërat vetëm për klikime. Në reagimin e saj, Shqipja thekson se thashethemi nuk është të shpikur prej saj. Ajo kujton një postim të vetë Parashqivi Simakut në Facebook, ku artistja kishte shkruar se një fjalë e tillë qarkullonte që në vitet 85 dhe 88 dhe sipas Hysenajt, kjo është një dëshmi se bëhet fjalë për një thashethem të vjetër, i cili endet mes njerëzve. Por Shqipja shkon edhe më tej. Ajo paralajmëron se nëse do të denoncohet, nuk do të ri duar kryq. Përkundrazi do të denoncoj vetë Elton Ilirianin dhe palë të tjera në Amerikë. Do të shohim kush do të hajë gjobën, ka deklaruar ajo për zërasi. Kjo përplasje po kthehet në një duel të fortë që nuk ndalet vetëm në fjalë. Çështja pritet të hyjë në sallën e gjyqit, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në SBA. Një situatë pa precedent për showbizin shqiptar, ku një thashethemi dur i dikurshëm po kthehet në një luftë të vërtet ligjore ndërkombëtare. Dhe pikërisht këtu qëndron thelbi i kësaj historie. Një thashethem, një fjali mund të kthehet në një zinxhir pasojash të paparashikuara, mund të prek emrat e njohur, figura publiko, por mbi të gjitha mund të dëmtojë njerëz real me ndjenja dhe familje me jetë. Dua të marr mendimin tuaj në koment.